ndikohemi nga kjo luftë, për shkak se ndoshta nuk do të hyjmë në një krizë të madhe ekonomike, për shkak se nëse vazhdon kjo luftë, ne nuk do të kemi nevojshme energjinë e nevojshme për zhvillimin e ekonomisë, për vazhdimin e një standardi jetësor, të cilën e jetojmë, për shkak se edhe ne e importojmë naftën, edhe pse Shqipëria ka naftë, edhe ju e bleni naftën prej shteteve të tjera, për shkak se si që e kam thënë edhe në videot e mëhershme, naftën e Shqipërisë e vjedhin izraelitët, pra nafta e Shqipërisë shkon në Izrael, për ta furnizuar Izraelin që të vazhdoj gjenocidin në Gaza dhe gjenocidin në Liban, përderisa qytetarët e Shqipërisë janë të detyruar të vinë në Maqedoni dhe të blejnë naftën, edhe pse Shqipëria ka naftë, pra ju e paguni më shumë se 2 euro litrën dhe kuptohet që gjithë ne do të përfitojmë nga përfundimi kësaj lufte. Qartë, mirë zotë, para se të kalojmë më pas tek një temë tjetër, pyetja e fundit, nëse Teherani tashmë do të vendos taksat në Hormuz, mendoni se rrezikojmë që ndoshta nesër të bllokohen edhe të taksohen të gjitha ngushticat strategjike të botës? Po, ka një tentativë të tillë, është i rëndësishëm një ngushticë sidomos në Indonezi dhe ku furnizohet Kina dhe përpiqet SBA që të bëjë një blokadë me disa ushtarak të Indonezisë me qëllimin që ta izolojnë Kinën nga furnizimi me naftë dhe një ndër arsyet e fillimit të kësaj lufte në Iran ishte që ta izolojnë Kinën që mos të furnizohet me naftë, për shkak se ata besonin që do të mund ta okuponin, ta mundnin Iranin dhe kështu që ta kushtonin Kinën, pasi që patën sukses në Venezuelë dhe naftën e Venezuelës tani është në kontroll të kompanive amerikane dhe ushtrisë amerikane. Pra ekziston një mundësi e tillë, e kemi po ashtu edhe Bosforin në Turqi, e cila kalon në mes të Stambollit, dhe kuptohet mbas traktateve ndërkombëtare nuk merr taksa Turqia, por merr disa vetëm për shërbimet. Mirëpo ka mundësi, për shembull në Stamboll kemi një projekt të madh të cilët duan të bëjnë një kanal privat, për shkak se si zakonisht në drejtën ndërkombëtare publike ka dallim në mes ngushticës dhe kanalit. Për shembull kanali Suezit, kanali Panamas, kemi edhe kanale të tjera ndërkombëtare dhe kemi ngushtica. Ngushticat janë natyrore, përderisa kanalet janë artificiale. Dhe si zakonisht sipas ligjeve ndërkombëtare, kanalet duhet të paguhet taks, sikur është kanali Suezit, për shkak se për të ndërtuar ata kanale është investuar shumë para. Përderisa ata që janë natyrore, nuk është se shteti apo një komp i caktuar ka investuar shumë para, po është prej Zotit dhe prandaj edhe nuk paguhet taks, mirë po në rast të lufte kuptohet që ka restrikcione dhe për shembull Turqia mund të ndalojë që të kalojnë anijet aty në rast lufte dhe këtë do ta shfrytëzojë edhe Irani, pra do t'i respektojë traktatet ndërkombëtare, mirë po tani e thyen këtë ligj ta quajmë Irani, por e thyen me arsyetimin se është dëmtuar shumë dhe për t'i nxjerr ata dëmet apo dëmshpërblimin është e detyruar që të fusë taksa apo shërbime dhe unë e përkrahi qëndrimin e diplomacisë irane se bën një veprim të drejtë dhe kuptohet që duhet të dënohen ata që e iniciuan këtë luftë. Mirë, zoti, për të lënë gjeopolitikën dhe për të kaluar tashmë tek zhvillimet aktuale në vendin tonë, ku tashmë po zhvillohen protesta në Tiranë sa i përket asaj që ndodhi në Zvërnes, ku nisi aty. Si e keni parë ju të gjithë të zhvillimi i cili ka prodhuar sigurisht dhe reagime të forta? Po kuptohet që edhe kjo është rezultat, ngjarjet në Shqipëri janë rezultat të gjeopolitikës. Pra dal nga dal kemi fillimin e një rendi të ri botror dhe sidomos pas humbjes së kësaj lufte të SBA-s në Iran,
përshpejtohet ndrimi i rendit botror dhe do të kemi protesta në shumë shtete. Ja, pra, nëse ju kujtohet apo ndoshta ju jeni më i re, kur u rrëzua muri Berlinit në 1989, filluan demonstrata në shumë shtete dhe si filluan në Kosovë në vitin 1989-1990 dhe pasuan mandej edhe në Shqipëri, po edhe në shtete tjera të Evropës lindore. Pra, kishim demonstrata apo protesta në shumë shtete dhe që rezultojnë në ndrimin e sistemeve politike të atyre shteteve. Pra në një situatë të parafort jemi edhe tani, pra bëhet fjalë për ndrimin e sistemeve të shteteve dhe nëse e shikoni protestat në Shqipëri, që besoj që do të vazhdojnë edhe në shtetet tjera të Evropës, do të kemi protestat të ngjashme edhe në Gjermani, edhe në Francë, edhe në Itali, dhe shqiptarët si duket janë zhderruar në senzacion ndërkombëtar, se janë duke u ngritur nga sistemi çifutrisë ndërkombëtare, e cila pas vitit 1990 në këtë botë unipolare është duke udhëhequr botën, kuptohet që me dështime të mëdha dhe i ka futur thuajse gjithë shtetet në varfëri të skajshme, sidomos banorët, dhe një ndër shtetet më të varfura të Evropës është pikërisht Shqipëria dhe kuptohet që do të ishte arsyeshme që populli i Shqipërisë, sidomos rinia e Shqipërisë, e cila nuk ka perspektivë, të ngrehet kundër qeverisë sioniste të tyre. Dhe unë kuptohet që me gjithë zemër i përkrahi protestuesit e ri që kanë dalur në shesh të Tiranës, që ta rezojnë qeverinë e tyre sioniste dhe i përkrahi përfundimisht. Pra unë e ndjeki prej së afërmi këtë protest dhe di që slogani i parë kur filloi kjo protestë ishte Edi Rama o Çifut, dhe unë besoj që do të përfundoni kështu Edi Rama o Çifut, që në krye të Shqipërisë mos ketë më sionist apo me preardhje çifute si që është Edi Rama, për shkak se gjyshja Edi Ramës është e lindur në Austro-Hungari dhe besoj unë që është çifute përderisa ka gjitha të mbështetje ndërkombëtare për organizata të ndryshme. Dhe në krye të Shqipërisë duhet të jetë një shqiptar, një patriot i vërtet, i cili mendon për të ardhmen e rinisë shqiptare dhe nuk mendon që si ta shesh Shqipërinë nga 1 euro metrën katror të gjithë atyre biznismenëve cionist, të cilët e dinë që Izraeli nuk ka më shpresë që të ekzistojnë në linjën e mesme dhe kërkojnë një AD alternativ. Ne e dimë që Shqipëria prej 4 milion, popullsia e Shqipërisë ka ra në 1.5 milion, dhe kuptohet që ata 1.5 milionët janë shumica pleq, dikun ka 600.000 pensioner Shqipëria, dhe ata të ri që do të mbeten, parashihet sipas planit të cionistit Edi Rama që ata shqiptar të shndërrohen në palestinezët e ri, pra t'ju shërbejnë oligarkëve çifut, të cilët përpiqen që ta blejnë Shqipërinë, t'i blejnë burimet e Shqipërisë dhe kanë depërtuar thellë si në politikën si në ekonominë e Shqipërisë dhe besoj që do të kenë sukses rinia e Shqipërisë që ta ndrojë sistemin dhe t'i largojë çifutët nga Shqipëria. Në fakt, zoti Dauti, një nga pikat më të nxehta të gjithë këtij debati lidhet me peshën dhe emrat e investitorëve ndërkombëtar që ndrojnë pas këtij projekti në Zvërnec. Mendoni se do të ishte treguar qeveria ka që vendosur dhe shpejt në marrjen e këtij vendimi nëse pas tij nuk do të qëndronin emrat me ndikim të madh gjeopolitik? Po tani u dëshmua edhe vetëm nga prokuroria e Shqipërisë që bëhet fjalë për një iniciativë kriminale, pra janë marrë një çifut prej Holandisë, fjala së shtetas i Holandisë, një çifut i Bullgarisë dhe disa agjentë të Mossadit prej Sirie, të cilët kanë qenë edhe sponsorues të Shtetit Islamik, dhe kuptohet që Edi Rama si cionisti përbetuar në Siri i ka dërguar armatimet e Shqipërisë në Irak, në ata lufta qytetare në Afganistan. Pra e ka zbrazur municionin e Shqipërisë, pra e ka lënë Shqipërinë pa